nga Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 20, nga fillimi. Kapitulli 20 nga fillimi. Ungjilli sipas Gjonit, ringjallja. Por ditën e parë, pas së shtunës, në mëngjes kur ishte ende errët, Maria Magdalena shkoi te varri dhe pa se guri ishte larguar nga varri. Atëherë rendi te Simon Pietri dhe te dishepulli tjetër, të cilin Jezusi e donte, dhe u tha atyre: "E kanë hequr Zotin nga varri dhe nuk e dim ku e vun." Atëherë Pietri dhe dishepulli tjetër dolën jashtë dhe u nisën për te varri. Rendnin të dy bashk, por dishepulli tjetër rendi përpara më shpejt se Pietri dhe arriti i pari te varri. Dhe si u përkul pa pëlhurat prej liri që ishin në varr, por nuk hyri aty. Arriti edhe Simon Pietri që po e ndiqte, hyri në varr dhe pa pëlhurat prej liri që ishin për tokë. Dhe rizën që qeven mbi kokën e Jezusit, ajo nuk ishte bashkë me pëlhurat, por ishte e palosur në një vend veç. Atëherë hyri edhe ai dishepull tjetër që kishte arritur i pari te varri dhe pa dhe besoi. Ata në fakt nuk e kishin kuptuar ende shkrimin sipas të cilit ai duhej të ringjallej së vdekurit. Pastaj dishepujt u kthyen përsëri në shtëpi. Por Maria kishte mbetur jashtë varrit dhe po qante, dhe duke qarë u përkul brenda varrit, dhe pa dy engjëj të veshur me të bardha ndenjur, njëri te kryet dhe tjetri te këmbët e vendit ku qet trupi i Jezusit. Ata i thanë: "O grua, pse po qan?" Ajo u përgjigj atyre: "Sepse e kanë hequr Zotin tim dhe nuk e di ku e kanë vënë." Si tha këto, ajo u suall prapa dhe pa Jezusin që qëndronte në këmbë, por ajo nuk e dinte se ishte Jezusi. Jezusi i tha: "O grua, pse po qan? Kë kërkon?" Ajo duke menduar se ishte kopshtari, i tha: "Zot, po e pa të hequr ti, më trego ku e vure dhe unë do ta marr." Jezusi i tha: "Mari." Dhe ajo atëherë u kthye dhe i tha: "Araboni", që do të thotë mësues. Jezusi i tha: "Mos më prek, sepse ende nuk u ngjita tek ati im, po shko tek vëllezërit e mi dhe u thuaj atyre se unë po ngjitem tek ati im dhe ati juaj, te Perëndia im dhe Perëndia juaj." Atëherë Maria Magdalena shkoi t'ju njoftoi dishepujve se kishte parë Zotin dhe se ai i kishte thënë këto gjëra. Amen, fjalës të Zotit. "Përse qan? Kë kërkon?" i tha Zoti Marias. "Përse qan, o grua? Kë kërkon?" Këtë pyetje na bën sot Zoti. Përse qan? Kë kërkon? Është kryqëzuar. Krishti Jozefin nga Arimatea ka zbritur nga kryqi trupin e vdekur të Jezu Krishtit bashkë me Nikodemin. E falenderojmë Perëndin për dishepujt e Krishtit, dy dishepuj të cilët mësuan te këmbët e Krishtit, Jozefi nga Arimatea, i fshehur nga frika e judejve, për dishepull i Jezu Krishtit. Nikodemi nga ana tjetër ju kujtohet kur e pyeti Jezusin për mbretërinë e Perëndis atë darkë natën që shkoi tek ai. Njerëz të cilët e deshën Krishtin, pan flijimin e tij dhe nëpërmjet dashurisë Perëndia i përdori që të zbresën trupin e vdekur të Krishtit nga kryqi dhe ta varrosin në varr. Dhe jo vetëm ta vënë në varr, por ta vënë në një varr të një të pasuri, në mënyrë që të përmbushet shkrimi se do të varroset në varrin e të pasurve. Morën pra trupin, na thot fjala e Perëndis, e mbështollën me erra dhe me pëlhurat që mbështollën dhe me erra të mira, dhe erdhi e shtuna që trupi të mbetej në varr.
Krishti, vëllezër dhe motra, si njeri ka vdekur. Tani dishepujt u mërzitën jashtë mase për këtë, le të vëmë pak vetën tonë në vend të tyre. Pan mësuesin e tyre, që e pan duke bërë mrekulira, të dëboj demon, të ringjall të vdekur, të qetësoj detin, fortunën, të ecën mbi det. Pjetri me një fjalë të tij të pushoj era dhe fortuna dhe dalkët e detit. Fantazoni pra vëllezër dhe motra se sa të sigurt ishin ato njerëz se tani po vjen mbretëria e qiejve. Tani diçka do të bëjë Jezu Krishti dhe do të na çlirojë nga romakët. Do të na heq nga skllavëria e romakëve. Por Jezusi erdhi të na çlirojë nga mëkati dhe nga djalli, vëllezër dhe motra. Na çliroi lavdi emrit të tij. Na çliroi. Le ta thrasish, ta bërtasish, ta dëgjoj djalli dhe të mposhtet se Krishti më ka çliruar prej mëkatit. Aleluja. Shporru prej meje Satan se i imposhtur je nga kryq të Golgotës, sepse qëndroj besnik në atin deri në fund Krishti Zoti jon. Në momentin që tha se mbaroi gjithë kjo vepër e shpëtimit të veçantë, ku asnjë njeri nuk mund ta fantazonte. Por Perëndia e kishte të profetizuar dhe e bëri vepër këtë, sepse ato që profetizon Perëndia dhe thot i bën deri në fund. Në kryq të Golgotës pra Krishti me të gjitha sa kishte kaluar, gjithë ato ditë, ishte i pa gjumë, një natë përpara, e kishte dorëzuar vetë dishepulli i tij në duart e krye preftërinëve. Juda, dishepujt të tjerë e kishin braktisur, u larguan prej tij dhe një prej tyre mundësisht Pietri, aty ku thriste më të madhe dhe thoshte se Zoti s'kam për të braktisur. Gati sa po betohej se s'kam për të lënë dhe s'kam për të braktisur. Ai vet për pas pak orësh e mohoi 3 herë përpara një shërbëtorjet. Ja mendoni pra vëllezër dhe motra, mendimet e Krishtit duke i parë dhe duke i përjetuar të gjitha ato që pa dhe përjetoi. Kur shohim një njeri që na bën të tilla, mërzitemi. Edhe Krishtin të gjithë njerëzit e braktisën, por këtë e dinte se njeriu është i dobët dhe shpresoj vetëm në atin e tij. Shpresoj vetëm tek ati i tij, në kryq të Golgotës, aty ku ishte i pa gjumë, i fishkolluar, i goditur, i qelluar, e qellonin Zotin në kokë dhe i thonin profetizo. Kush të profetizoj o Zot? E përçmonin, loznin me te. Dhe ai nuk tha asnjë fjalë, vëllezër dhe motra. Ai nuk solli asnjë kundërshtim ndaj askujt. Përse? Sepse shkoi si një qengj i pa gojë. Unë shkoj si qengj i pa gojë, apo kam zë, apo kundërshtoj, apo zihem me kënd, apo bërtas me njerëzit rreth e qarkmejet, apo e vej me njerëzit që më bëjnë të padrejta. Të shohim te Krishti i ringjallur, vëllezër dhe motra. Aty pra në kryq të Golgotës tha, kam etje që të përmbushet profecia në dhjatën e vjetër që thoshte. Me të vërtet, kishte etje. Kush? Ai që bëri lumejt, që bëri ujrat e embla, që bëri detin. Tha etje kam dhe nuk u gjend dikush që t'i jepte ujë të pi. Dhe njerëzit i ofruan uthull dhe vrerë. E them përsëri sa e mbeti besnik deri në fund në atin e tij. Dishepujt nga ana tjetër të pa shpresë tani me kur pan Jezusin që vdiq në kryq të Golgotës, ishin fshehur për shkak të frikës së judejvet, sepse kishin frikë për njerëzve. Kishin frikën e njerëzve sepse s'kishin marrë akoma forcën e frymës të shenjtë. Por do të shohim se si në këtë mërzi dhe pikollim të madh që kaluan në ato orë ato njerëz, pra dishepujt, do të shohim një njeri, Marian Magdalenën, e cila në pikollimin, në mërzin që kaloi, kërkonte gjithnjë Krishtin.
mbase kërkon të Krishtin, trupin e vdekur të tij që ta lyente me era të këndshme, por e kërkoi deri në fund. Nuk ndaloi. Nuk tha se tani se gjeta dhe hade mbaroi. Nuk tha se gjeta tani pengesë dhe ta lë deri këtu, por jo, e çoi deri në fund. Deri në fund kërkoi të gjej trupin e Krishtit. Trupin e vdekur nuk e priti të ringjallur Krishtin, por trupin e vdekur kërkonte. Dhe çfarë bëri Perëndia? I bëri surprizë. Ai don surprizat e Perëndisë. Unë dua, qëndro pra që të kërkosh Zotin. Qëndro që të kërkosh Krishtin. Aleluja. Dhe do të bëhet një surprizë kur të shohësh të bëj ato që bën Perëndia në ty. Ti mos pak, mos qëndro mbrapa sikur dishepujt. Në fillim të javës, ditës të parë të javës, vjen tek varret në mëngjes, ndërsa ishte akoma errët. Mori një vendim të bukur, ndërsa ishte akoma errët, tha të shkoj të shërbej trupit të Krishtit. Vendim i mirë ky i Marias. Dhe kur u afrua tek varri e pa gurin televizor nga gryka e varrit. Kjo është surpriza e parë. Do të më thuash si do t'i shërbente trupit të Krishtit? Nuk e di. Do të thoshte ushtarëve që ta hapin grykën e varrit, sepse priti t'i gjej ushtaret, ku ushtaret nga tmerrin atë mëngjes kur u bërë tërmeti dhe u shfaqe dhe engjulli, ato u trembën dhe u larguan, shkuan tek farisejt. Është Maria e vetme, vëllezër dhe motra, aty ku. E vetme? Jo, janë edhe engjëjt, janë edhe fuqitë qiellore, nuk je vetëm. Nuk jam vetëm. Dhe sikur se pa gurin televizor, nuk futen për thot shkon me vrap, pra ka një ankth, vëllezër dhe motra, një kërkim, një llaktar për të parë se çfarë u bë me trupin e Krishtit. Shkon tek Simon Pietri dhe tek dishepulli tjetër, tek Gjoni, pra që e donte Jezusin, thot se e hoqën Zotin nga varri, nuk i shkoi në mendje se ishte ringjallur. Dikush mori shkembin e lëvizi dhe morën trupin e Krishtit, dha shpjegimin e vet ajo. Shpeshherë japim shpjegimet tona, vëllezër dhe motra, në jetën tonë dhe nuk bëjmë edhe mirë, sepse Zoti është ai që njeh gjithçka. Zoti din të jap shpjegimet. Kështu na thot shkrimi. Të mos shpjegojmë ne ato që janë të shkruara në jetën tonë, sepse shpeshherë bëjmë gabim dhe na informon Perëndia. Dhe nuk e dim se ku kanë vënë trupin e tij. Dhe Pietri, sikur se dëgjon atë që i tha Maria, doli bashkë me dishepullin tjetër, ankthin e tyre dhe ato të shohin, të shkojnë pranë, e besuan. Mbase, por donin ta shihnin edhe ato vetë. Dhe erdhen tek varri dhe vrapuan që të dy së bashku dhe dishepulli tjetër eci më shpejt se Pietri dhe shkoi i pari tek varri, Gjoni. Dhe sikur se shohim në varr, shohin pëlhurat, nuk u fut brenda në varr, por u fut Pietri. Dhe si u fut në varr, i pa qerqafet, pa edhe atë që kishte vënë në me rregull, kishte palosur pëlhurat dhe rizën e kishte vënë veçmas nga pëlhurat. Nuk është aty shpejt e shpejt në atë moment dhe ran pëlhurat, por ato i palosi, sepse Perëndia gjithçka në jetën tënde i bën me rregull, i bën në kohën që don ai dhe jo në kohën që dua unë. A e beson se Zoti do t'i bëjë të gjitha në orën e tij dhe me rregullin, me qetësinë dhe me durimin që ai njeh? Për këtë arsye, mos kesh ankth, mos u shqetëso, sepse të gjitha kërkesat dhe ngarkesat tua çoja atij dhe ai do t'i marrë përsipër.
Dhe hyri dhe dishepulli tjetër tek varri dhe pa dhe besoi. Pa dhe besoi. Sepse akoma nuk kuptonin shkrimin se ai duhej të tretën ditë të ringjallej prej të vdekurit. Por, ndërsa shifnin këtë gjë dishepujt, thot shkrimi tek 10, u larguan dhe vajtën në shtëpi, vajtën në të njëjtat gjëra që bënin përpara pra. Vazhduan jetën e tyre përsëri, nuk kërkuan më tepër Perëndin, nuk kërkuan trupin e Krishtit, nuk kërkuan ta shohin, nuk besoj se ato besuan se është ringjallur, por nuk kërkuan më tepër. Çfarë bën? U kthyen në të njëjtat gjëra. Kush e di se si menduan, çfarë kaloi në mendjen e tyre, por Maria qëndroi aty. Thot tek paragrafi 11. Maria ishte pranë varrit që qante për jashta. Të qarat, mërzi, pikëllim, shumë më tepër mbasa sepse nuk gjeti trupin, kishte vajtur ta lyej me vaj, ti shërbej trupit të Krishtit dhe nuk e gjeti. Dhe pa pritur diçka bëhet. Shef 2 engjëj me rroba të shndritshme, njëri tek kryet dhe tjetri tek këmbët ku ishte trupi i Krishtit dhe i thanë: "O grua, pse qan? Por çfarë arsye qan? Cila është arsyeja që pikëllohesh?" Dhe u thot atyre: "Se morën trupin e Zotit tim, këmbgulkët dhe nuk e di se ku kanë vënë. E kanë marrë diku e kanë vënë", thot. Dhe pasi tha këto gjëra, u kthye mbrapa dhe e pa Jezusin që qëndronte dhe nuk e dinte se kishte. Erdhi ora që të zbulohet Jezusi, moment i veçantë. Nuk e bëri Zoti këtë tek Pietri, tek Gjoni, i don do t'ju shfaqet edhe atyre në të njëjtën natë do t'ju shfaqet. Aty të fshehur ku ishin, aty ku ishin dhe bënin të njëjtat gjëra, e din ku është zemra jote, e njeh Perëndia. Do të vinë t'ju thot fjalë të jetës të përjetshme, por tek Maria tani ju zbulua asaj, tani u shfaq asaj përpara të tjerëve. Së pari Marias, sepse ajo kishte atë kërkim që kërkonte Jezusin, sepse nuk bëri mbrapa Maria, nuk u kthye mbrapa Maria, sepse Maria, ju kujtohet vëllezër dhe motra, ishte përpara në kryq të Golgotës. 3 Mariat, Maria nëna e tij, Maria gruaja e Kleopas dhe Maria Magdalena, ishin përpara kryqit të Jezusit. Kaluan përpara kryqit, të kalojmë përpara kryqit të shohim flijimin, dhe pak dhe do të marrim trupin dhe gjakun e Krishtit, të kalojmë nga Golgota, të marrim falje, të shohim flijimin. Maria e donte shumë Zotin. E donte shumë sepse e kishte çliruar dhe se fjalët e tij preknin zemrën e saj, mësimi i tij prekte shpirtin e saj, sepse i dhuronte jetë të përjetshme me fjalët e tij. A e don Perëndin për fjalët e tij? Apo e don vetëm për ato që ka bërë në jetën tënde? A e don për fjalët e tij? Po Zot, të duam për fjalën tënde, o Zot. Sepse fjalët e tij janë ushqim. Fjalët e tij janë ushqimi jon. Aleluja, është jeta jon. Pa fjalët e tij nuk mund të jetojmë. Ky është fryti i mirë që na jep Zoti. Maria, pra, sikur se shef këtë njeri, angelin që pa, që ishte Jezusi, por ajo nuk e dinte se ishte Jezusi, i thot: Zoti thot, nëse ti e more trupin e tij, më thuaj ku e vure dhe unë do të vi ta marr. Sepse Zoti i bën një pyetje: o grua, pse qan? Dhe kë kërkon? Angjeli i tha: pse qan? Kurse Zoti vet, duke parë që e kërkonte, e pyeti dhe i tha: kë kërkon? Aleluja. E shifni se ç'bën Perëndia me pyetjet dhe me sjelljen e tij,
mundohet të nxjerrë përjashta zemrën e saj. Don Perëndia që të nxjerrën në pa zemrën time dhe zemrën tënde. Të nxjerrë nga shpirti im ato gjëra të fshehura, të cilat ai i njeh, por don që t'i nxjerrë dhe t'ia them. Të hapi zemrën time, hape zemrën tënde, mos e mbaj të mbyllur. Më bëj të shoh fytyrën tënde, të dëgjoj zërin tënd, thot fryma e shenjtë, thot Zoti. Më trego fytyrën tënde, mos mu fshe. Mos kërko dikun tjetër të gjesh zgjidhjen e problemeve të tua, apo të gjesh prehjen e shpirtit tim. Ti je, o Zot, shpresa ime, ti je jeta dhe përjetësia, ti je jeta dhe ringjallja. Aleluja. Kape dorën e ti, mbaje për mos e lërë. Mos u kthe përsëri mbrapa, mos kërko përsëri të kthesh në të vjetrat, por qëndro në dashurinë e Krishtit. Aleluja. Zot, më thuaj, ku e ke vënë trupin e ti? Mendonte si ishte kopshtari, sepse as roje dhe as kusht tjetër nuk e bëri këtë, e bëri kopshtari, Dhe thot, më thuaj ku është dhe unë do ta ngrej atë. Kush, Maria, një grua të çojë një trup të vdekur? Si do të bëhet kjo? Këtu një njeri që humbet pak ndjenjët e tij nuk mund ta kapim dhe ta ngrejmë, aq më tepër një trup të vdekur, ku nuk bëhet ta qosh. Një grua, vëllezër dhe motra, ajo grua e donte shumë trupin e Krishtit. Nuk i prishte punë për asnjë pengesë që të gjendej përpara saj. Ajo kujtohet se sa njerëz shkonin të gjejnë Jezusin dhe pavarësisht nga pengesat ato këmbgulnin, këto të katërt që quan këtë njeri të paralizuar dhe vun mbi çatinë e shtëpisë. Çfarë bën? Tani derisa bëjmë atë që mundem, nuk u bë asgjë. Ka shumë njerëz përpara, nuk mund t'i afrohemi. Ose si mund të themi ne, nuk më fol Zoti, kështu më tha njeri, kështu më tha tjetri, të veproj në mënyrë tjetër. Jo, nuk thanë kështu. Thanë do të ngjitemi mbi çatinë, të hapim çatinë, u dha dituri Perëndia, të prishim tjegullat dhe do ta çojmë Zotin tek Krishti. Çoje njeriu tënd tek Krishti, do ta shpëtoj Zoti, do ta bekoj Zoti. Mos ndalo së luturi. Aleluja. Dhe Zakeu, ndërsa ishte i shkurtër, donte të shifte se nga ku kalon Jezusi. Donte ta shifte vetëm, por ishte i shkurtër në shtatë. Ma përse të më bëjnë Zoti të shkurtër në shtatë? Mund të më bënte të gjatë që të mund ta shoh Zotin, por më bëri të shkurtër, pra nuk mundem ta shoh. Jo, gabim, por vazhdo të kërkosh Zotin. E gjeta çfarë do të bëj dhe mendoj, ja dituri nga Zoti, do të ngjitem mbi një pemë dhe do ta shoh kur të kaloj poshtë. Dhe me të vërtet e pa, duke kaluar, e pa Zotin, ky është Zoti. Po, por nga që e kërkove ta gjesh Zotin, Zoti ka surprizë për ty, Zake, sonte do të vinë në shtëpinë tënde. Nga që e kërkove Perëndin dhe nuk ndalove, por u mbajtën nga fjala e tij duke kërkuar Zotin, Perëndia të ka një surprizë. Do të të vizitojë në shtëpinë tënde. Do të vinë në shtëpinë tënde Zoti. Unë dua të banoj gjithnjë, ta mbaj në shtëpinë time. Në zemrat tona, në zemrat e njerëzve që janë rreth e qark nesh dhe të vinë dhe në dheun ton tek njerëzit në botë që ti vizitoj Zoti. Maria, thot Zoti, nuk ishte nevojshme të thoshte shumë gjëra, por vetëm fjalën Maria. Kur i tha emrin Maria, ajo fjalë goditi zemrën e saj. Ju hapen sytë e saj dhe duke e parë e kuptoi kush ishte dhe i tha Raboni, mësues. Aty ju shfaq Zoti. Aty ju shfaq fjala e Zotit asaj. Në atë moment që do të lexosh fjalën, ka për të thënë dhe ty emrin tënd dhe ka për të të shfaqur dhe për të thënë se unë jam ai që po të flas nëpërmjet fjalës, nëpërmjet frymës të shenjtë. Dhe thot Jezusi, mos më prek, se akoma s'jam ngjitur tek Ati, por shko tek vëllezërit e mi dhe u thuaj atyre
se po ngjitem për tekati im dhe tekati juaj, tek Perëndia im dhe Perëndia juaj. Tani që tu shfaqa do t'jap edhe një mision. Të ta ka shfaqur zbulesën dhe Zoti të jep mision dhe vepër. Tani që kam përforcuar nga që me pe, do të shkosh tu a thuash vëllezërve të tu. Atë që tani po shef në mua, do të shkosh tu a tregosh vëllezërve të tu. Dhe mirë bëjmë që rrefejmë emrin e Zotit. Atë që bëri Perëndia në jetën tonë. Sepse Zoti interesohet për ne, por interesohet edhe për pjesën tjetër të njerëzve. Për vëllezërit që janë të pashpresë, ma është Pietri, Gjoni, Mateu, Qeçanin, Qebenin, po unë ty të dua tani të shkosh. Ato që ti shef të fort, por ja tani janë të dobët. Të gjithë të dobët jemi vëllezër dhe motra. Mos shef dikën të fort, të gjithë të dobët jemi dhe Zoti është i fort. Unë tani që të forcova, Mari, dhe të dhash forcë të qëndrosh në këmbët e tua, shko tek vëllezërit e tu dhe forcoj ato. Thuaj ju se jam i gjallë, se jam i ringjallur, se nuk jam në një varr dhe çdo vit do të thoni Krishti u ringjall, dhe do të më shihni të kryqëzuar dhe do të më festoni të ringjallur dhe pastaj hajde të ha me të pim. Por jo, jam i ringjallur, jam kryqëzuar një herë, jam ringjallur një herë dhe jetoj, rroj për të ndërmjetësuar për ju. Për këtë arsye mos u mpak, ndërmjetëson Krishti për ty dhe për mua. Merr zemër, vazhdoje betejën tënde dhe ta dish se kur ta kërkosh Zotin, s'do të mbetesh i pa dëftuar tek Zoti.